Rebecca Gannon ishte një vajzë që e donte jetën dhe natyrën. Një vajzë e cila në portretin e saj rezatonte vetëm mirësi, të cilën nuk nguronte të shpërndante edhe te njerëzit që rrethonte, apo që e kishin takuar qoftë edhe një herë të vetme në jetë. Do t'ishte kjo dilirësi, e shoqëruar edhe me dashurinë për natyrën dhe detin, që aq shumë e donte, që e kishin lidhur edhe më shumë me sportin e zhytjes. Një sport të cilin 29 vjeçaria britanike e praktikonte prej vitesh dhe e kishte shumë shëtitur në vende të ndryshme të botës, nga Amerika e Jugut deri në Australinë e largët, eksplorime të cilat e kishin sjellë edhe në Shqipëri. Një tokë për të e panjohur, por që me bukuritë e veta turistike, sidomos me ato bregdetare, kishte të rrequr edhe interesin e Rebekës dhe të miqve të saj. Por Rebeka nuk ishte si ta dinte në fakt se rrugtimi që po ndërmerte në Shqipëri do të ishte i fundit për të në këtë jetë. Jetë e cila do të ndërpritej në mes, pikërisht në ujërat e vendit që kanë mbetur misterioze ende edhe sot për shumë nga turistët e huaj që vinë ta vizitojnë. Ashtu siç ndodhi, mëngjesin e datës 19 shtator 2022, mëngjesi kur Rebeka dhe grupi i saj miqve u nisën në det të hapur për të zhytur, të shoqëruar nga guida shqiptare, në eksplorimin e rënojave të një anije të vjetër të mbytur, por që diçka duket se shkoi keq, dhe vajza nga Britania e Madhe u kthye në sipërfaqen e detit pa shenja jete, ku dhe sot faji për humbjen e jetës së Rebekës ka mbetur jetim, dhe drejtësia flen mbi një dosje e cila kërkon përgjegjësi ligjore, mbi atë që është fajtori i tragjedisë ndodhur në bregdetin e Sarandës, atë mes shtatori të 3 viteve më parë. Ku ajo që do t'ju rrëfej më poshtë është një nga historitë jo vetëm të mos funksionimit të ligjit në një vend si Shqipëria që pret me miliona turistë në vend, po ku shpesh ata që shkelin të parët ligjin janë zyrtarët shtetëror, fillimisht të inkuadruar në institucione dhe më pas të përfshirë në aktivitete kriminale. Siç është edhe rasti i Sajmir Kushovës, personi i cili njihet si përgjegjësi për humbjen e jetës së Rebekës, që gjatë kohës që ishte në hetim në Shqipëri, u ndret një garancie pasurore, jo vetëm që ju shmang gjykimit, por dhe u largua nga vendi duke u zhvendosur në Norvegji, aty ku del se u përfshi në trafikun ndërkombëtar të drogës. Por para se të shkojmë tek profili i punonësit të policisë Sajmir Kushova, i cili ishte edhe administratori i kompanisë së zhytjeve në Nujore, Speranza Diving Center, së cilës Rebeka dhe miqtë e saj besuan, le të ndalemi fillimisht te ajo se çfarë ndodhi me grupin e turistëve të huaj që kishin mbritur në Sarandë. Çfarë shkoi keq në eksplorimin e tyre? Dhe cili është gabimi që çoi në humbjen e jetës së 29 vjeçares Rebecca Gannon? Sipas dinamikës së ndërtuar nga grupi hetues, njoftimi i parë për humbjen e jetës së një zhytëse në det mbërriti në sallën operative të policisë Sarandë mëngjesin e datës 19 shtator 2022. Sipas këtij njoftimi, një grup turistësh të shtetësive të ndryshme ishin nisur bashkë me guidën shqiptare në pikën e caktuar më herët në det për të ushtruar sportin e zhytjes në Nujore, dhe aty njëra prej shtetaseve të huaja ka humbur jetën. Më datë 19 shtator 2022, salla operative e policisë së komisariatit Sarandë mori njoftimin se në lagjen numër 1 të qytetit është mbytur një shtetase britanike. Nga të dhënat e para, rezultoi se mëngjesin e kësaj date, një grup të huaj të shtetësive të ndryshme kanë kontaktuar qendrën e zhytjes dhe më pas kanë planifikuar orarin për të realizuar sportin e zhytjes. Në mesin e këtij grupi ka qenë edhe shtetësia britanike Rebecca Gannon, e cila pasi është regjistruar dhe ka veshur pajisjet e nevojshme të zhytjes, është hedhur në det, por është mbytur dhe nuk ka mundur të mbijetojë. Shkak dyshohet të jetë bërë mos funksionimi i jelekut të ajrit. Nisur edhe nga fakti që distanca nga bregu i detit deri në vendin e ngjarjes nuk ishte e largët, oficerët e policisë gjyqësore dyshuan se diçka kishte shkuar jo si duhet me pajisjet e zhytjes, me të cilat viktima ishte pajisur në këtë rast. Ndërkohë që në det të hapur, ata gjetën të traumatizuar pjesën tjetër të ekuipazhit dhe grupit të huajve, këta të fundit që kishin qenë dëshmitar të mbytjes tragjike të Rebekës, por që në vazhdim rrëfyen edhe mungesën e profesionalizmit të ekipit shqiptar të instruktorëve. Pasi oficerët e policisë gjyqësore shkuan në vendngjarje, midis lokalit Alfa dhe atij Opal në distancë 17 metra mbi sipërfaqen e detit, ata konstatuan disa persona që ndodheshin në skaf. Brenda këtij skafi, në cilësinë e provës u morën disa materiale, konkretisht një lopatë plastike dhe një kapuç që mbulon pjesën e qafës dhe atë të sipërme të kokës. Këqyrja e cila më pas vazhdoi në brendësi të skafit që u përdor për transportin e zhytjes në det, që ndodhej në portin detar të Sarandës. Në pjesën e sipërme të këtij skafi u gjet një kuti plastike me ngjyrë të zezë, me numra në pjesën e jashtme, ndërsa brenda këtyre kutive të sistemuara, veshje dhe lopata këmbe, si ato që përdoren për zhytje në thellësitë të ujrave. Gjithashtu,
në pjesën e prapme të skafit, mbi dyshemen e tij, u gjet një bombol, si dhe një elek si ato që fiksojnë bombolën pas trupit të zhytësit. Të gjitha këto u morën në cilësinë e provës materiale. Por ajo që do të zbulojë më tej nga grupi hetues ishte mënyra as pak profesionale se si agjencia shqiptare që merrej me eksplorimet etare e licencuar në sportin e zhytjeve në ujore, ishte sjellë në raport me protokollet e sigurisë në det. Kjo nisur edhe nga fakti që një nga instruktoret, e cila ishte pjesë e ekspeditës, kishte një profesion të ndryshëm nga ai për të cilin ishte angazhuar ditën kur ndodhi tragjedia në det. Instruktoria, e cila ishte marrë me pajisjet, që edhe sot nuk dihet nëse ishte licencuar për ta bërë një gjë të tillë. Ajo e cila u mor edhe me Rebekan, ndërkohë që kjo e fundit i shfaqi shqetësimin se jeleku i saj ajrit nuk ishte funksional. GB, e cila në dëshminë e saj përpara grupit hetues pranoi se pajisjet e zhytjes ujore kishin probleme. Shtetësia me iniciale GB përkthyese dhe punësuar në agjenci, pasi u ka shpjeguar turistëve të huaj vendin e zhytjes, si dhe ka bërë gati pajisjet që zhytësit do të merrnin me vete, shpjegoi më tej se Rebeka kishte si instruktor shtetasin me iniciale DG dhe AK. Ajo tregon se në momentin që po montonte pajisjen, rregulatori për fryrjen e jelekut nuk punonte. Për këtë arsye ajo thotë se u detyrua të ndryshonte rregulatorin dhe pasi e provoi 2 herë, pajisja e saj funksionoi dhe ishte në rregull. Por ndërsa mendoi se rregulatori i jelekut ishte funksional, ajo që ndodhi më pas tregoi të kundërtën. Kjo, pasi vetëm pak sekonda ndërsa grupi ishte zhytur, bashkë me ta, në këtë rast edhe Rebeka, ajo pa në distancë vajzën britanike që të kërkonte ndihmë, aty ku kuptoi se diçka nuk ishte shkuar si duhet me 29 vjeçaren. GB, që pranoi që në momentin kur po konsumohej tragjedia në det, ajo ishte në breg, pavarësisht se ishte instruktore e pajisjeve të zhytjeve. Shtetësia me iniciale GB thotë se vetëm disa minuta pasi grupi të huajve ishte zhytur, ajo pa një prej zhytësve që po kërkonte ndihmë, çka e ka detyruar atë të niset me një herë drejt vendit ku zhytësja po kërkonte ndihmë, që ishte vetëm 30 metra larg vendit ku ajo si instruktore po qëndronte. Pasi ka mbërritur në vendin ku zhytësja ndodhej, shtetësia me iniciale GB tregon se ajo kishte hequr nga goja rregulatorin, gjë që nuk lejohet sipas protokollit të zhytjes që duhet ndjekur. Por, edhe pse pretendimi i instruktores ishte se ka kryer të gjithë procedurën si duhet në të tilla raste, siç e përcakton sporti i zhytjes, duket se faktet tregojnë të kundërtën. Kjo, pasi gjetjet e grupit hetues në vazhdim, nuk lanë asnjë hamencim se shkeljet kanë qenë serioze dhe kanë kushtëzuar deri humbjen e jetës së turistes britanike, gjë që vjet re edhe në dëshmitë e pjesës tjetër të grupit të instruktorëve të pranishëm atë mëngjes si pjesë e ekspeditës në det, thënie të cilat janë kontradiktore dhe bien ndesh me njëra tjetrën. Madje, edhe me ato të turistëve të huaj që ishin të pranishëm në ekspeditën e zhytjes që shkoi keq. Ashtu si dëshmia e të dashurit të Rebekës, që tregoi para grupit hetues se instruktori e tyre GB nuk u dha ndonjë rëndësi të veçantë pajisjeve, duke treguar një shpërfillje apo një siguri të tepruar që rezultoi fatale në vazhdim. Shtetasi britanik Robert Kerans deklaroi se është i dashuri i shtetases po-britanike Rebeka Gannon. Ai thotë se më datë 18 shtator 2022, rreth orës 16:00, ata ishin paraqitur dhe kishin aplikuar për të zhytur te qendra e zhytjes Speranza Diving Center. Ai tregon më tej se një ditë më pas, më datë 19 shtator 2022, rreth orës 10:20, ata kanë shkuar dhe kanë plotësuar një formular në gjuhën angleze ku po i prisnin instruktorët e qendrës së zhytjes, të cilët po përgatisnin pajisjet. Sipas dëshmisë së dhënë po nga i dashuri Rebeka Gannon, ekspedita përbëhej nga 12 persona, midis të cilëve 3 ishin instruktorë të qendrës së zhytjes të njohur si Speranza Diving Center, dhe ajo që komunikonte me ta në gjuhën angleze ishte GB, duke përjashtuar çdo mundësi që me ta dhe pajisjet e tyre të ishte marrë dikush tjetër. Grupi që ishin për të zhytur përbëhej nga 12 persona, nga të cilët 3 ishin instruktorë që do të asistonin në zhytje, si dhe një vajzë që fliste anglisht me ne, e cila pasi u hodhi një sy pajisjeve, nuk u kushtoi ndonjë rëndësi të veçantë. Më pas ne u nisëm te pika e zhytjes bashkë me 2 instruktorë. Por sipas së dashurit të saj, para se të niseshin për tek pika e caktuar ku do zhyteshin, Rebeka provoi të vishte jelekun, por veshja nuk u mbush me ajër, gjë të cilën ata ja thanë edhe GB përkthyeses e cila shërbente si organizatore. Por kjo e fundit dha garanci të plotë se jeleku i dytë që Rebeka mori në përdorim ishte funksional dhe se gjatë zhytjes nuk do të kishte asnjë problem. Rebeka provoi fillimisht jelekun, por pajisja nuk u mbush me ajër. Për këtë arsye ne i tham GB që kryente rolin e organizatores lidhur me problemin dhe ajo na tha që do e rregullonte. Më pas unë u zhyta në ujë dhe nuk e pash më Rebekën,
nëse tubi i arit u ndryshua apo jo. Pas meje erdhi dhe Rebeka dhe shkuan poshtë të zhyteshim, por nga presioni i arit ajo filloi të kishte probleme me veshët dhe kështu ajo doli në sipërfaqe duke u shkëputur nga grupi. Por me të dalë në sipërfaqe, Robert Kerans pa se diçka e keqe kishte ndodhur Rebekës, por pa e menduar se situata do të ishte aq serioze sa mund të kishte çuar deri në humbjen e jetës së të dashurës së tij. Në fakt, vazhdimi i kësaj historie do të ishte vetë historia e trishtë e Rebekës. Unë me instruktorin tim u zhytëm përsëri për të shkuar te grupi, por gjatë kësaj kohe unë nuk munda ta shikoj Rebekën se ku ishte. Unë dhe instruktori që më shoqëronte vazhduam zhytjen për gati 25 minuta bashkë me grupin, por ndërsa po dilja dal nga dal në sipërfaqe aty pash policin që kishte mbërritur. Fatkeqësisht, ajo që kishte ndodhur ishte më pak e mendueshmja. Pasi teksa doli në sipërfaqe, Robert Kerans u përball me policin që kishte mbritur në vendin e ngjarjes ku ata po zhyteshin, dhe jo për kontroll rutinor, por për atë që i kishte ndodhur të dashurës së tij Rebeka, ku spektatore e një shfaqje që nuk do të donte të ishte e pranishme kurrë, ishte edhe një zhytëse spanjolle, e cila rretheu për grupin e tues të gjithë atë që ndodhi. Ne u paraqitëm te qendra e zhytjes rreth orës 9. Aty na priti një vajzë e cila përgatiste pajisjet tona. Pasi mbushëm një formular që ishte në gjuhën angleze, ne u bëm gati të niseshim. Grupi që ishim ne përbëhej nga 12 vet, 2 ose 3 instruktorë dhe një vajzë që mendoi se ishte organizatorja. Rreth orës 10:30 ne u nisëm nga qendra e zhytjes për te porti dhe nga aty ne hipëm në një varg ku u drejtuam për tek vendi i zhytjes. E pyetur për nivelin profesional të njohurive dhe eksperiencës në të tilla ekspedita, zhytësia spanjolle tha se nivelet brenda grupit ishin të ndryshme, ndërsa ajo vetë bashkë me të dashurinë e saj dhe 3 persona të tjerë kishin nivel fillestar, por jo Rebeka, e cila ishte një zhytëse e nivelit mbi mesatar dhe kishte eksperjenca të shumta në këtë sport ndër vite, arsye për të cilën zhytësia britanike dhe pjesa tjetër e grupit me nivelin mesatar të përgatitjes ishin zhytur të parët në det. Personat në grup kishin disa nivele zhytje, kurse unë bashkë me të dashurin tim dhe 3 të tjerë kishim nivel fillestar. Lidhur mbi Rebekën dhe të dashurin e saj, ata ishin te grupi mesatar i zhytjes. Kjo është edhe arsyeja pse ne si grup fillestar ishim të fundit që po zhyteshim atë ditë dhe pse qëndruam mbi ujë dhe prisnim mbi varg të ulur. Ky ishte edhe momenti fatkeq që do të mbetet i memorizuar gjithmonë në kujtesë nga turistja spanjolle, e cila, duke pritur radhën në varg që të zhytej bashkë me pjesën tjetër të mbetur të grupit, pa të pluskonte mbi ujë trupin e Rebekës. Por, edhe pse thotë se u përpoq t'i vinte në ndihmë, duke qenë se ishte mjeke, gjithçka rezultoi e kot. Grupi fillestar ishte i fundit që do të zhytej, për këtë arsye unë nuk u futa në ujë dhe po prisja në varg e ulur. Gjatë kësaj kohe, një djalë holandez më tha që kishte një problem me një vajzë. Më pas, shkova te vajza që ishte organizatore, e cila po fliste në telefon dhe po kërkonte ndihmë. Pas disa minutash, unë pash instruktorin mbi ujë që po sillte vajzën te varka. Duke qenë se me profesion jam mjeke, u afrova menjëherë për t'i dhënë ndihmën e shpejtë, por pasi dhash disa frymarrje jetë shpëtuese, unë pash që vajza nuk reagonte dhe filloi të nxirrte shkum nga goja dhe hundët. Për vëtin e saj të keq, Rebeka nuk mundi të shpëtoj, pavarësisht ndihmës së madhe që u dha në atë moment. Dhe ajo mbeti një kujtim i hidhur për të gjithë grupin e zhytësve që atë ditë ishin nisur në det për të shijuar artefaktet nenujore, por që u kthyen nga aty pa një prej pjesëtarëve të ekspeditës. Më pas unë provova nëse Rebekës i punonte arteria karotide, por ajo nuk kishte shenja jete dhe syti ishin zmadhuar. Ashtu si pjesa tjetër e grupit, një nga personat që u pyet në lidhje me incidentin fatal në det ishte edhe Chris Deisler, i cili tregoi se si kishin rënë në kontakt me agjencinë e zhytjeve nenujore Saranda Diving Center. Chris, i cili bënte pjesë në të njëjtin grup mesatar me Rebekën dhe të dashurin e saj Robertin, i cili edhe ky thot se pasi plotësuan formularet e zhytjes në gjuhën angleze, ata më pas shkuan tek pika e zhytjes. Pasi plotësuam formularët e zhytjes në gjuhën angleze, ne më pas shkuam tek pika e zhytjes. Unë isha në një grup zhytje me Rebekën dhe të dashurin e saj. Ajo që më bëri përshtypje është se pajisjet i rregullonte vajza që ishte edhe përkthyese. Në momentin që Rebeka provoi jelekun, pajisja kishte probleme me ajrin, por këtu duket se vajza që ishte përkthyese diçka i ndryshoi dhe jeleku u duk se funksionoi në rregull. Chris theksoi edhe një herë para grupit hetues se e vetmja që merrej me pajisjet e zhytjes ishte vajza që kryente edhe rolin e përkthyeses, që bënte edhe rolin e organizatores. Por ndërsa ai u zhyt në thellësi të detit bashkë me Rebekën, ai nuk mundi ta shquej më atë. Kjo sepse sipas tij, u ishte i papastër. Në lidhje me këtë ngjarje, në pyetje u mor edhe një tjetër pjesëtar i grupit të zhytësve të huaj,
që edhe ky kishte qëndruar mbi ujë deri në pritje të radhës së tij për të zhytur. Kjo, pasi bashkë me të dashurën e tij, bënin pjesë të grupi fidestar i zhytësve. Unë dhe e dashura ime ishim të grupi fillestar i zhytësve, ndërsa Rebeka dhe i dashuri i saj të grupi mesatar. Unë isha në pritje të radhës sime. Unë pash që Rebeka po kërkonte ndihmë. Në këtë moment, në ndihmë të saj, shkoi pronari i skafit, por fillimisht nuk e gjeti dhe doli mbi ujë pa vajzën. Unë e pash që ai u zhyt sërish, edhe këtë herë doli nga ujë pas disa minutash, bashkë me Rebekën, të cilën e solli te skafi, aty ku e ndihmoi e dashura ime, që është mjeke, e cila i dha ndihmën e parë derisa erdhi ambulanca. Të njëjtave deklarime u qëndroi dhe një tjetër zhytës i pranishëm në skenën e ngjarjes, i cili pa instruktorin të hidhej në det për të ndihmuar Rebekën, por që u zhyt pa pajisje ndihmëse, gjë të cilën e bëri vetëm herën e dytë, ndërsa mori pajisjet e njërit prej zhytësve spanjoll, që ndërkohë ishte mbi varg. Sapo pa që vajza po kërkonte ndihmë, instruktori u hodh menjëherë në det, por u nis pa pajisje. Më pas shoku im Marcos çoi pajisjet e zhytjes, por edhe pse instruktori arriti ta nxirrte Rebekën nga uji, ajo nuk dukej të kishte shenja jete. Por nëse historia e Rebekës do të ishte vetëm një ndodhi fatkeqe në det dhe pas kësaj tragjedie nuk do të fshihej një aspekt i errët i asaj që në të vërtetë ndodh në Shqipëri, ku korrupsioni dhe abuzimi me detyrën janë kthyer në një sinonim të së keqes, ndoshta e gjithë kjo ngjarje do të mbyllej si një aksident teknologjik i shkuar në mënyrën jo të duhur. Por sigurisht kjo, nëse do të ishte në të vërtetë kështu, pasi zbulimi i plotë i rrethanave të ngjarjes tregoi se ashtu sikurse ndodh në të tilla raste, administratori i agjencisë së zhytjeve ishte një punonjës policie, i njohur si Sajmir Kushova, 47 vjeçari, që jo vetëm nuk përmbushi përgjegjësitë e tij ligjore, duke qenë sot në hetim nga prokuroria e Sarandës për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë, por fill pas incidentit, ja mbati nga Shqipëria dhe u kthye në një narkotrafikant në Norvegji, aty ku ndodhet sot i dënuar për trafik droge. Kushova, një zhytës profesionist, si dhe instruktor në 3 kompani ndërkombëtare të zhytjeve, i cili ishte ndër të parët që u morë në pyetje në shtatorin e vitit 2022 në lidhje me humbjen e jetës së shtetases britanike Rebeka Gannon. Më datë 19 shtator 2022, në agjensinë time janë paraqitur një vajzë dhe një djalë të cilët donin të bënin zhytje. Vajza quhej Rebeka Gannon dhe ka plotësuar formularin me të dhënat personale, ku përfshihet niveli i certifikimit të zhytjes, rubrika e të dhënave mjekësore, si dhe e pajisjeve që merren nga zhytësi. Pas procedurave të zakonshme, ata kanë shkuar tek anija Propidas, ku do të kryente zhytjen grupi ku bënte pjesë edhe Rebeka. Informacionet të cilat ata i kanë marrë nga GB, e cila punon si përkthyese në agjenci, ku ajo u ka shpjeguar mbi vendin e zhytjes, si dhe u ka bërë gati pajisje që zhytësi do të merrnin me vete. Në lidhje me Rebekën, ajo që dua të them është se ajo kishte 2 instruktor. Sajmir Kushova tha më tej para grupit hetues se ai ishte përmbajtur të gjitha procedurave siç e përcakton rregullore e zhytjes. Por po kështu, ai pranoi se rregullatori i fryrjes së jelekut në rastin e Rebekës në fillim nuk kishte funksionuar, duke pranuar në një farë mënyre se pajisjet nuk ishin në standardin e dur për të tilla sporte dhe nivele. Në momentin që Rebeka po montonte pajisjen, ajo konstatoi se rregullatori që shërben për fryrjen e jelekut me ajër nuk funksiononte. Për këtë arsye, punonjësja GB ndryshoi rregullatorin dhe pasi e provoi 2 herë, pajisja funksionoi në rregull. Por vetëm disa minuta pasi grupi turistëve të huaj ishin nisur në det për të zhytur, administratori i Speranza Diving Center tha se ai pa një prej zhytësve që po kërkonte ndihmë, dhe ai u nis menjëherë te ajo, e cila ndodhet 30 metra larg. Por kur arriti, konstatoi se ajo kishte të hequr rregullatorin nga goja, gjë që sipas rregullores së zhytjes nuk lejohet. Lidhur mbi rastin fatkeq në det, grupi hetues sekuestroi edhe të gjithë dokumentacionin e agjencisë së zhytjeve Speranza Diving Center, që rezulton se ka një veprimtari ligjore në ushtrimin e këtij biznesi që nga viti 2017, ku her pas here ka marrë licenca të ndryshme për ushtrimin e këtij aktiviteti në sportin e zhytjes. Në vijim të veprimeve hetimore është bëri mundur sekuestrimi i dokumenteve në zyrën Speranza Diving Center, nga ku rezulton se nga viti 2017 deri në vitin 2021 ka disa certifikata regjistrimi. Po ashtu, kjo kompani ka edhe një certifikat të lëshuar nga Federata Shqiptare e Zhytjes më datë 20 nëntor 2019.
si dhe një udhërfyes turistik të certifikuar më datë 8 nëntor 2021, po kështu sekuestrua edhe një regjistër zhytje i vitit 2022. Ku nga materialet e grumbulluara gjatë kësaj faze, policia gjyqësore ka referuar në organin procedues në ngarkim të shtetasit Sajmir Kushova si i dyshuar për kryerjen e veprës penale, shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë. Krahas dokumentacionit, grupi hetues sekuestroi në cilësinë e provave materiale edhe bombolat, jelekun dhe rregullatorin e përdorur nga tashmë viktima, 29 vjeçaria Rebeka Gannon, pajisje që u dërguan për ekzaminim teknik pranë forcave speciale Renea, me qëllim për të përcaktuar gjendje teknike të tyre. Gjithashtu, në lidhje me shkakun e vdekjes së shtetases britanike Rebeka Gannon, u përpilua edhe një akt ekspertimi mjeko-ligjor, ku trupi i saj u dërgua në morgun e Institutit të Mjekësisë Ligjore në Tiranë me qëllim kryerjen e autopsisë. Ndërkohë që mbrëmjen, po të datës 19 shtator 2022, vetëm disa orë pasi kishte ndodhur humbja e jetës së Rebeka Gannon, policia bëri arrestimin në flagrancë të administratorit të Speranza Diving Center Sajmir Kushova. Në momentin që po montonte pajisjen, shtetësja Rebeka Gannon ka parë që rregullatori për frymarrjen e jelekut nuk ka funksionuar. Për këtë arsye, punonjësja GB ndryshoi rregullatorin dhe pasi e provoi 2 herë derisa funksionoi, tha që çdo gjë ishte në rregull. Disa minuta pasi grupi ku bënte pjesë Rebeka Gannon u zhyt, ky e fundit ka dalë në sipërfaqe dhe ka kërkuar ndihmë. Në ndihmë të saj ka shkuar menjëherë personi në nënhetim Sajmir Kushova, i cili ndodhej rreth 30 metra larg. Por kur është afruar pranë saj, ai ka konstatuar se ajo kishte hequr rregullatorin nga goja, por sapo ai është afruar, Rebeka Gannon është zhytur në gjendje të lirë nën sipërfaqen e ujit, por pasi është nxjerrë mbi sipërfaqe nga personi në nënhetim, edhe pse i është dhënë ndihma e parë mjekësore, ajo nuk ka mundur të mbijetojë. I pyetur nga grupi hetues se cilat mund të kenë qenë shkaqet që çuan Rebeka Gannon të heqë rregullatorin e jelekut nga goja, Sajmir Kushova u justifikua duke thënë se kjo mund ketë ndodhur për shkak të panikut që në këtë moment mund të ketë kapluar zhytsen. Në lidhje me pyetjen tuaj se cilat mund të jenë shkaqet që çuan Rebeka Gannon të heqë rregullatorin e frymarrjes nga goja, kjo mund të ketë ndodhur për shkak të panikut, i cili mund të përcojë ndjesinë e mos furnizimit me oksigjen, ndërsa në lidhje me funksionin e jelekut, ajo që mund të shpjegojë është se pajisja ka rol balancues me pesha që vendos zhytësi për të qëndruar në sipërfaqe. Por edhe pse Sajmir Kushova u mundua të gjente justifikime të dobishme që mund të ndihmonin t'ia dilte pa u lagur nga kjo ngjarje e tmerrshme, gjatë gjykimit rezultoi se ai kishte lënë të vetëm instruktorët, ditën kur ata u nisën me grupin e zhytësve të huaj për të eksploruar fundin e detit. Ai u shfaq pranë tyre vetëm në momentin kur tragjedia ishte konsumuar në det, çka rezultoi të ishte shumë vonë për të shpëtuar jetën Rebekës. Gjatë gjykimit rezultoi e provuar se instruktor të grupit ku bënte pjesë edhe viktima Rebeka Gannon ishin shtetasi DG dhe AK, të cilët ishin përgjegjës për respektimin e procedurës, mbarvajtjen e zhytjes dhe mbi të gjitha të shëndetit të zhytësve, por siç rezultoi gjatë gjykimit, Sajmir Kushova, edhe pse ka qenë ai që ka shkuar për t'i dhënë ndihmë viktimës, nuk ka qenë pjesë e grupit të zhytjes ku Rebeka Gannon bënte pjesë. Por ajo që rezulton e habitshme është fakti se grupi hetues nuk mori në pyetje 2 instruktorët, që atë ditë shoqëruan në det grupin e zhytësve ku bënte pjesë edhe Rebeka Gannon, një aspekt i pashpjegueshëm edhe sot. Referuar akteve objekt gjykimi, gjykata konstaton se 2 instruktorët nuk janë pyetur dhe nuk është verifikuar nëse posedojnë aftësitë përkatëse për të ushtruar një aktivitet të tillë, çka i krijon bindjen gjykatës për mundësinë e ekzistencës së veprës penale, si dhe përgjegjësinë e të hetuarit si personi përgjegjës për kontrollin e cilësisë së pajisjeve të protokollit të zhytjes, si dhe për zgjedhjen e stafit ndihmës. Por ndërsa pritej që Sajmir Kushova, si administratori i kompanisë së zhytjeve ujore Speranza Diving Center, ti nënshtrohej një gjykimi të rregullt, ai zgjodhi të fitoj lirinë e përkohshme, duke lënë një garanci pasurore prej 15 milion lekë të vjetra, gjë që u pranua nga gjykata e Sarandës, moment që ai e shfrytëzoi për të lënë Shqipërinë. Kjo pasi ndërsa Sajmir Kushova, prindi 3 fëmijëve, i njohur edhe për disa nisma sociale në qytetin e Sarandës, kryesisht në pastrimin e detit, edhe pse kishte detyrimin të paraqitej në policinë gjyqësore çdo të hënë, në fillim javës, vetëm disa kohë më pas, ai filloi të mos e zbatojë më këtë sigurie, çka detyroi prokuroren e çështjes të kërkonte konfiskimin e shumës prej 1.5 milion lekë të reja, si dhe kalimin e kësaj shume në favor të shtetit. Sajmir Kushova, i cili me tu arratisur nga Shqipëria, u shfaq në paqet e para të gazetave në Norvegji. Pasi më 13 prill 2023, ai u arrestua në Husnes, së bashku me 5 polumbar të tjerë shqiptar, midis të cilëve edhe një femër.
të cilët ishin rekrutuar për të nxjerrë 4 çanta me drogë nga anija Nordlawyer, e cila vinte nga Brazili. Çanta ku ndodheshin plot 150 kg kokainë, që më pas u sekuestrua nga policia. Sajmir Kushova u arrestua më 13 prill 2023 në Husnes të Norvegjisë bashkë me 5 palombar të tjerë shqiptar, mes të cilëve një femër. Ata ishin rekrutuar për të nxjerrë 4 çanta nga anija Nordlawyer, e cila vinte nga Brazili. Në çanta ndodheshin plot 150 kg kokainë, të cilat u sekuestruan nga policia. Policia norvegjeze e kishte filmuar grupin e shqiptarëve gjatë lëvizjes së tyre në zonë dhe ndërhyri sapo u nxor kokaina. Pas arrestimit të dyshuarve, policia gjeti gjithsej 8 telefona të shpërndar mes 6 personave. Të dyshuarit i përdorën këto për komunikim të koduar në aplikacionet Signal dhe Session. Ky episod i trafikut të lëndës narkotike, ku Sajmir Kushova vendosi në shërbim të organizatës kriminale që trafikoi drogën eksperiencën e tij si zhytës, i kushtoi shumë ish-punojësit shqiptar të policisë, i cili ndërsa ju shmang drejtësisë në Shqipëri në lidhje me humbjen e jetës së Rebecca Gannon, u dënua nga një gjykatë në Norvegji me 15 vite të gjata burgim. Sajmir Kushova rezulton i dënuar me 15 vjet heqje lirie në Norvegji në akuzën e trafikut të drogës. Gjatë procesit, Kushova mbajti qëndrim mohues, ndërsa disa të pandehur të tjerë pranuan akuzën. Kishte midis tyre që thanë se mendonin se do të nxirrnin hashash dhe jo kokainë nga anija. Disa të pandehur pretenduan gjithashtu se kishin pasur kërcënime të familjes dhe se çuditërisht një avokat italian kishte kontaktuar familjet e tyre në Shqipëri për të marrë në angarkim çështjen duke e quajtur edhe këtë një formë kërcënimi. Gjatë inspektimit të qelisë së Sajmir Kushovës, policia norvegjeze gjeti këtë tekst të shkruar në mur. Te Lizis së shtoni, erdhëm për pushime, është hera e parë që i shoh, se dinim se ku do të na çonin. Na çuan me zor, nuk na kërcënuan, por kuptova që nëse do të kundërshtonim, do na bënin keq. Ne s'donim të zhyteshim natën, s'kemi folur për lek asnjëherë, na paguan udhëtimin, u lidhëm me një agjenci biletash. Por policia nuk arriti të kuptonte se për kë ishte drejtuar ky mesazh i shkruar në qeli. Por humbja tragjike e jetës së Rebekës në Shqipëri mori një vëmendje kryesore edhe në median britanike, që i kushtoi një hapësirë të gjerë lajmit. Sekundër, edhe në këtë artikull të Daily Mail, që i kushtoi të dhimbjes së prindërve të Rebekës për humbjen e vajzës së tyre në moshë fare të re në ujërat shqiptare, ndërsa ishte pjesë e një ekspedite bashkë me të dashurinë e saj për të parë rënojat e një anije të vjetër të mbetur në thellësinë e detit. Një baba që për një kohë të gjatë qëndroi në Sarand në kërkim të drejtësisë për të bien, por që nuk e morri atë kurrë. I pikëlluar George Gannon 61 vjeç, i ka kaluar 10 muajt e fundit në qytetin bregdetar të Sarandës, duke kërkuar drejtësi për humbjen e jetës së vajzës së tij 29 vjeçare Rebecca, por ka hasur në heshtjen e zyrtarëve. I trishtuar ai thotë se pavarësisht se kjo i ka kushtuar familjes dhe biznesit të tyre, ata nuk do të ndalojnë së luftuari derisa të marrin drejtësi për Rebeckën. Shkova në Shqipëri një muaj pas varrimit të saj dhe kalova dimrin, pranverën dhe pjesën e parë të verës atje, vetëm për të ditur se çfarë ndodhi. Si mundet që një vajzë e re të vdesë gjatë pushimeve? Ajo ishte një zhytëse me përvojë dhe kishte eksploruar në Zelandën e Re, Australi, Amerikën e Jugut, Kanada dhe Angli. Ajo kishte vite përvojë dhe ishte krejtësisht e shëndetshme. Në intervistë për Daily Mail, babai i Rebekës thotë se është përpjekur të kontaktojë me prokurorët, por as ka mundur të takojë ata, ndërkohë që certifikata e vdekjes së Rebekës thotë se ajo u mbyt, duke ia lënë viktimës fajin për humbjen e jetës. Kam kërkuar të flas me prokurorët dhe kam qenë shumë i sjellshëm sepse e di që nuk ka kuptim të zemërohem, por siguria e institucioneve as nuk më ka lejuar të kaloj derën. Certifikata e vdekjes së Rebekës thotë se ajo u mbyt, por unë, gruaja ime, djali im dhe vajza ime duam të dim pse ajo vdiq. Ne duam drejtësi. Sipas babait të Rebekës, tashmë të ndjer, qoftë vajza e tij, ashtu edhe i dashuri i saj, kishin të dy certifikata të njohura ndërkombëtare zhytje, ndërkohë që ai thotë se atë ditë dukshmëria në ujë nuk ishte e mirë. Por pavarësisht kësaj, pronari i agjencisë nxori në det për të marrë parat, edhe se po kështu, pajisjet ishin gabuara. Kishte 12 njerëz në vark kur Rebecca vdiq dhe ne e dim që dukshmëria nuk ishte e mirë, por pronari nuk hezitoi t'i nxirrte në det. Rebecca madje kishte thënë se jeleku i saj i shpëtimit nuk po funksiononte, por një nga pjesëtarët e ekipit e tundi dhe i tha që është mirë, por padyshim që nuk ishte, dhe ne e dim se rezervuari i saj i oksigjenit ishte praktikisht bosh. Ne e dim që Rebecca shkoi dhe më pas Roberti u kthye sepse veshi i tij po i dilte.
Por udhërofyesi u ngjit me të dhe ata duhet kishin qëndruar me vajzën time. Ajo mbeti e vetme dhe dukshmëria ishte e dobët dhe ajo u zhduk. Ju deshën 20 minuta për të kuptuar që ajo ishte zhdukur dhe në kohën kur ata zbritën tek ajo dhe e gjetën, ajo kishte vdekur. Pajisjet ishin të dobta dhe organizimi ishte i dobët dhe përpasoi vajza ime vdiq. Por autoritetet nuk po bëjnë asgjë dhe ne thjesht nuk mund të gjejmë drejtësi. Në kërkim të drejtësisë, familja Gannon thot se ka humbur të gjitha të ardhurat, ndërkohë që në Shqipëri, memoriali që ngriti në kujtim të vajzës së tij në vendin nga ku ajo u nis për në udhëtimin e fundit, i hapi shumë të lashe. Ne kemi humbur të gjitha kursimet tona të jetës për të zbuluar të vërtetën. Kjo na ka kushtuar më shumë se 40.000 pound. Gruaja ime është shumë e dëshpëruar dhe nuk ka më dëshirë të punoj. Një hetim anglez për vdekjen e Rebekës nuk është nisur pasi autoritetet shqiptare nuk kanë dërguar ende dokumentet e kërkuara.